Territori shqiptar për datën 3 tetor do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa duke sjellë mot kryesisht të vranë dhe rreshje të lehta të herpashershme kryesisht në zonat verilindore dhe malore. Në ultësirën perëndimore pritet mot me vranësira të dendura dhe momente të shkurtra kthjellimi. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 17 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 6 deri në 7 orë diell. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 4 deri në 6 metra për sekond. Në Bregdet her pas here mund të arrijë deri në 7 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 3 tetor 2025 pritet të jetë mesatar 4. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 3 tetor do të jetë rreth orës 06:32 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 18:27 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 12 deri në 17 gradë Celsius. Kukës 9 deri në 15 gradë Celsius. Peshkopi 8 deri në 14 gradë Celsius. Tiranë 10 deri në 17 gradë Celsius. Durrës 11 deri në 17 gradë Celsius. Kavaj 11 deri në 17 gradë Celsius. Elbasan 10 deri në 16 gradë Celsius. Berat 10 deri në 17 gradë Celsius. Korç 7 deri në 13 gradë Celsius. Vlorë 12 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër 9 deri në 15 gradë Celsius. Sarandë 12 deri në 16 gradë Celsius.